Edhe pse lumi Vjos tashmë është tërhequr nga shtrati, rreth 80 hektar tokë bujqësore në fshatin Çerven në bashkinë e Fierit është ende në ujë. Banorët shprehen të indigjuar se të gjithë tokat e kultivuar me grur, jorgj, lakër, presh, spinaq, por edhe ullinj janë të përmbytura. Ata pohojnë se këto toka i disponojnë në ligjin 7501, edhe pse është tokë lumore, ata paguajnë taksa, por nuk do përblehen. Ante 120 rrez ullinj. Atje s'pudesh do të me në alozhi, në papastëri lej ullinj e çojnë në lumej. Ullinj janë pa vjel. Kam dhe 1 hektar jonç, tashin taksat i japim tëra, dom dorë shteti, nam, i japim, tashin nuk themi ne, kjo është mbytur në 2017, 5 vjet, ishim shit fatit, zoti nuk na mbyti. Kësa rana ka mbyta, ka bërë dem kolosal, vesh atje s'hiqet lozhi menjë, që ka hipur mbi ullinj, mbi jonç, nuk pastrohet toka me. Jeni dëm shpërblyer në përmbytjet e më parë? Asnjëherë vini, shënojnë kështu e ikin. As një pak o makarona, jo lek, pare. Në fjalë edhe këtë vit, pavarësisht se mund të dalim për të verifikuar, nuk jeni besim. S'kemi shpresja, do vinë, kot do shënojnë, kot do ikin. S'janë prishur, janë dëmtuar me grure, me çaj janë, ças janë, me kulturë gjera spinaq, presh, jonç, ullinj, grur, elb. Rreth sa si përfaqe? Tu rreth mos 70-80 hektar janë. Kam 9 lymë tokat. Në vjellë me çfarë? 9 lymë e 600 metra. Jonç e kam. E kam vjellë jonç. Viti parë si vjet, po ajo i kumbaroj. Nuk jam për kanalet. Ku do e ki uja, po bën një javë kjo. Edhe nuk ka i kur ujt. Kemi problem. Pra ju kërkoni më shumë investime përsa i përket... Investime kryesore janë kanalet ulluse. Se kjo s'keshe i bënë kësej. Kurdo kanali Vadicës si është. Pa pastruar, pa bërë. Fatmirësisht, argjinatura e ndërtuar në vitin 2017 i mbrojti nga përmbytjet e banesave, por mos pastrimi i kanaleve kulluese ka bërë tokat buz lumit jo vetëm të jenë në ujë, por edhe uji të mos tërhiqet. E kemi të pamundur të shkojmë në toka, thon banorët, ndërkohë që është kërkuar ndërhyrja e bashkisë me mjete. Ato gjithmonë mbyten atje. E gjithë fshati Çerven siç e shikoni në ujë është. E gjithë pjesën e tokës këtë e kemi neve. Gjithmonë sa e vjen lumi, po me keqja se vjen lumi, se ne mësuam me lum, vjen edhe ikën, kurse tani ndaj një, po thuj se, po vete, sa vete 5-6 ditë sot, që ka lumi e sigën. Nuk të rejqë, po jo se më është dëmtuar vetë mua, po ne jemi në përgjithësi të dëmtuar këtu, se neve kemi të tëra mbjellë këtu, grur, elb, ullinjt aty kemi të pa vjela, se shë pjesë aty ullinjt do t'i shikoni vetë, janë gjitha ato pa vjela. Të gjitha kulturat sa kemi këtu. Ja si që shikoni dhe ja, jonqa. As ka ndërmend të bëhet me tani se ja gjanin e kalenaj. Neve duan nga qeveria, edhe juve si media mund ta ngrini këta ja vetë se na bëj një kanal aty të kulloj ujtë. Se për para vite uji, brenda 24 ore, kone kooperativës fillonin pra bënim kullime ujsh. Kurse tani, natyra ka bërë gjithandej keq, nuk është puna se vetëm këtu tek neve. Mbytje të mëdha me fjalë, ka kaluar dhe këteja. Po, si që ngrit ja tura këtu, nuk vinë më këteja, se kanë zënë kanalin për para ata aty, e zonë të shtijet. Pas fshatarët të tuaj, kanë toka në ujë? Po kanë, aty kanë. Çfarë kultura s'mbyllet këtu? Po çdo gjë mbyllet. Misër, grur, pasule, gjëra të përqësisë. Enda asnjë komision nuk ka dalë në terren për të verifikuar dëmen, ndërsa banorët nuk shpresojnë në dëm probleme.